Prerjet që ishin 200.000 euro, që tregon dëshmitarja, që ishin 500, 200, 100, ajo i mban 500.000 euro. Kutia e drurit kanë hequr shishin e verës ata, nuk e kanë çuar lëng, po janë çuar monedha. Kartmonedha. Pra, kur duan ta çojnë lëng, ti çijosh verën, kur duan ta sjellin kartmonedha dhe ti bie. Pra, ta ketë qartë publiku, nuk është se ata u futën paratë në shishe, jo. U hoj shisha te kutia e drurit, që mund të ketë brendin sipër, çfarë vere është, thash. Unë kam parë të prodhuara nga ato kutitë e drurit që janë të gdhendura sipër kryeministria shumë e bukur, sistema. Biles herë tjetër po sarrova, më thoj se do ta kem ruajtur, do ta kem fshehur gjykundin një nga ato kutitë e kësaj. Dhe pra, sistemi që ne kemi parë deri tani, funksionimi të kësaj strukture, po na tregon në vetvete thelbin se si ka funksionuar ky pushtet që është sot. Dhe për më tepër, kjo është një sond kur shkon te mjeku, dhe ai të futat sondën në trup dhe tregon me detaje ajo kamera atje brenda se çfarë po ndodh brenda. Ne na kanë shërbyer videot e Gysit, filmimet e Gysit, aktiviteti i Gysit për të treguar deri në palc se çfarë ka ndodhur brenda këtij sistemi dhe se si është i inkorporuar ky sistem duke bashkëpunuar edhe me botën e nëndeshme. Tan Hoxha, pse nuk ka një urdhër arrest me burg për Karçanajin? Sepse në një kohë që personat e tjerë kanë masa më të rënda, duket një masë e gati e papërfillshme me gjithë këtë situatë të madhe që ka plasur, kur themi. Shiko, për zonjën Karçanaj së pari, edhe unë nuk do t'ishe për arrest me burg. Dhe zakonisht për femra, duke patër parasysh edhe llojin e veprës penale, dhe ne jemi tmerrsisht të pamëshirshëm, i kemi mbushur burgjet plot, që ta kuptoni, arresti shpijak me arresti me burg cilëson një lloj. Pra vlerësohet nëse ti dënohesh një ditë e gjysmë burgim. Pra nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh. Thjesht shteti nuk pagon para për të mbajtur burg, 70 euro dita. Ti rrin në banesë, por efekti është i njëjtë. Së dyti, problemi me zonjën Karçanaj nuk ishte nëse do ishte në burg apo do ishte në arrest shtëpie. Ishte që ajo nuk u largua më njëherë nga detyra. Dhe mbrojtja që i ofroi asaj kryeministri, i cili tha që kjo jetonte me qira. Ne pam fare mirë se sa me qira, se si jetonte dhe si kishte mbuluar. Ti bëri pyetje që a janë të sofistikuar. Janë përpjekur të tregojnë të bëjnë një farë sofistikimi, por duke qenë që ishin zotër të vendit, se kanë vrarë shumë mendjen tej për të sofistikuar shumë. Dhe prandaj, unë dhe sot jam e paremi që zonja Karçanaj dhe kryesisht zonjat nuk do të çohen në arrest me burg. E kemi diskutuar deri tjetër. Nuk do të çohen në arrest. Arresti shtëpiak, filozofi mendimi. Arresti me burg përdoret vetëm për kënaqur miletin. Dhe arresti mas të sigurisë me burg nuk është dënim. Dhe nuk është se shërben tek hetimet. Dhe njerëzit mendojnë se e marrin si dënim. Dhe kur dalin në fund, thonë unë si liruan. Jo, është mas sigurie. Vendim nuk është vendim. Mirë që mos zgjatem, se e kemi sqaruar këtë. Kështu që në rastin konkret, unë prapë do të isha për këtë gjë. Është e mjaftueshme kjo që ka ndodhur, por nga ana tjetër, që të nxjerrësh jashtë loja Karçanajin, duhet kishte një veprim tjetër. Pra, gjithë struktura që ishte në Akshi, pra duhet kishte një hetim më shtërus dhe më thellur. E kuptoj. E fundit për këtë, sepse kam edhe 3 çështje tjera që diskutojnë në shumë pak kohë. Për sa i takon çështjes Akshi, fundin e së gjithës, si e sheh, deri në çfarë përmasash mund të shkojë dhe a mund vërtet të bëj tronditjen e qeverisë? Është një pyetje që kemi bërë këtë ditë, por që në një vend normal, kjo gjë duhet kishte ndodhur. Në këtë vendin tonë. Në një vend flas. Realisht duhet ishte. Por duke qenë se Akshi ishte shumë i rëndësishëm për kryeministrin. Pra gjysma e qeverisë. Shqipëria ka 2 administrata. Një administratë reale dhe një virtuale. Çdo veprim në Shqipëri bëhej nëpërmjet aktivitetet të Akshit. Dhe Akshi ka gjeneruar me qindra miliona euro. Tjetra, Akshi ka cënuar mbi të gjitha sigurinë kombëtare, e ka tejkaluar veprimin. Dakord për fundin si e sheh. Dhe duke patur parasysh të gjithë këto element, kjo do të ishte një çështje që do të çonte në rrëzimin e qeverisë. Por pikërisht se Akshi është kaq i molepsur dhe kaq i përfshirë në këtë histori, ky hetim nuk do të shkojë
Shumë larg, sepse nga eksperienca kam që në të gjitha çështjet që është përfshirë politika, nuk ka në fund një hetim shterus. Gjithmonë do dali diçka rrugës dhe do ta presi. Është gjë që ka ndodhur me të gjitha ngjarjet e mëdha me motiv politik, janë në të njëjtën situatë. Shkurt tek çështja Balluku duhet ndalem tani, zgjaten me 3 muaj hetimet për çështjen Balluku. Pse prokurorët e kanë kërkuar këtë? Kjo është thjesht procedurë. Prokurori mund të kërkojë edhe 3 muaj tjetër. Me sa duket ata ende nuk i kanë dokumentuar dhe nuk i kanë kryer të gjitha hetimet që ata mendojnë të hetojnë. Pra tani kemi hyrë në procedurë. Mund të kërkojë 3 muaj të tjera, nuk është se ka ndonjë dallim. Ajo që duhet ndodhte me Ballukun është tjetër gjë. Pra, ajo që do ndodhte me Ballukun është fakti që veprimet ose qëndrimet politike do të ishin të tjera. Do të ishin të tjera. Pra, sepse Balluku ndryshe nga gjithë personazhet e tjera politik, pra nga ligj kryetar Bashkia në Burg dhe s'ka asgjë ndor, kjo është vazhdon të drejtojë qarkun e dytë më të madh në vend. Po, qarku i Fierit. Dhe ka një pozicion politik, është deputete, ka një imunitet politik. Pra, deri tani edhe pse ishte në shtrohet time, sigurisht dhe në rastin e Ballukut unë nuk jam për arrestin me Burg, për zonjat në përgjithësi, nëse s'kemi të bëjmë me vrasje, pra nuk ka nevojë, nuk është e mjaftueshme, pra nuk është e detyrueshme ta çosh në Burg, por nga ana tjetër këtë imunitetin politik që ja e gëzon, që ja ka dhënë tjetër kush, kjo gjë duhet të ishte minimizuar. Dhe këtu gabimi është edhe i organeve të drejtësisë, por edhe i kryeministit dhe i Partisë Socialiste, të cilët për herë të parë kanë zgjedhur të bëjnë këtë lloj mbrojtje që s'ja kanë ofruar askujt tjetër. Pse edhe qysh ne do ta marrim vesh. Unë uroj që këto hetime të zgjasin përtej mandatit 4. Sepse aty mund të kemi mundësi pastaj të çojmë në gjitha mund. Kur të humbi peshën specifike mund të dilnin pa gjëra tjera. Sepse shiko, deri aty për drejtë ai që ka bërë betonin në Surrel është betonxhi pa hile. Është ata që bën betonin pa hile. Edhe po ta kishte bërë çik me hile, ai mund të kishte ndonjë shkarje dheu aty. Po ai ka futur ai qitë me 50 tinda betoni. Edhe ka betonur aq fort se nuk lëviz ai vendi atje. Prandaj duhet që të thash të iki imuniteti politik, pra të iki shteti, mbështetja që ka si kreu shtetit, dhe pastaj organet e drejtësisë mund të kishin mundësinë për një hetim shterus, sepse nuk do kishin pengesat që kanë sot. Duhet të flas pak tani për drejtorin e ri të përgjithshëm, policisë shtetit, si e ka nisur detyrën zoti Hitaj me këto lëvizjet në polici, po duhet të flasim pak edhe për pjesën e operacioneve, aksioneve, call centera që janë qendër të vëmendjes. Përgjithsisht çdo drejtor i ri sapo merr detyrën, përpiqet që të krijojë një imazh në publik. Protesta, në fakt, ndryshe pjesa e... Përpiqet të krijojë një imazh. Protesta është një vëzhgim tjetër. Nëse po pati një ndryshim dhe aty të pjesës operacion. Tjetër analizë, unë kam tjetër qëndrim për të, por gjithsesi. Pra, drejtori i ri i policisë në ditët e para ka bërë disa veprime, unë nuk është se e njoh aktivitetin e tij në disa qarqe, si drejtues ka qenë, dhe kjo i ka dhënë atij një avantazh shumë të madh. Sepse duke qenë brenda sistemit, ai e di se si kanë funksionuar problematikat e policisë. Dhe veprimet e para që i ka marrë, përveç ndryshimeve, sepse ai do bëjë ndryshime, se do punojë me njerëzit e vet, plus që jemi në prag të vitit zgjedhor dhe sa herë ka vitit zgjedhor ndërhyjnë fut politika, fut hundët aty. Por ai ka ndërmarrë disa veprime që deri tani unë nuk i kam parë nga të tjerët. E inkurajoj ta bëj këtë gjë, nuk është e lehtë, shumë e vështirë. Madje mund të çoj deri në rrëzimin e tij, nëse ai vërtet do guxoj të shkojë ashtu siç e ka nisur. Kush janë këto 3 veprime? Pra shkurt sa do zgjasi i bie. Ai po godet call centrat. Call centrat deri tani goditeshin vetëm kur na vinin nga jashtë. Ndërkohë të gjithë e dinim se si funksionojnë call centrat. Xhironin sasi të jashtëzakonshme parash. Dhe call centrat ishin një nga minierat e arit ku financoi policia, drejtuesit të lartë policisë dhe kishin korruptuar policinë. Dhe po shohim veprime që po kryen tashmë nga policia jonë, jo më vetëm ato që vinë nga jashtë, pra që bën spaku. Dhe ka goditur disa në mes të kryeqytetit dhe nuk janë njerëz do kudo. Pra, dhe ata do të kundërveprojnë, sepse sasia e parave që ata paguani shumë e madhe dhe garancia që ata kanë marrë, unë t'i kam dhënë një herë tjetër mos gaboj çmimet se tarifat sa paguaj, i kemi folur në këtë studio. Po, dhe kjo është një industri shumë e fuqishme. Dhe nëse ai do ta çajë këtë, do ta shpëtoj policinë nga një njollë shumë e madhe dhe nga një element që e ka korruptuar si Hashashi i 2016-s.
E dyta, është aksione kundër të fatit. Është një industri tjetër kriminale që kontrollohet nga bota e krimit, por që nuk funksionon pa policinë e shtetit. Dhe duke e ditur që se si është e molepse policia dhe si organizohet ky lloj aktiviteti kriminal, drejtori i ri e di shumë mirë të, dhe ata kolegët që ka qenë në rang qarku, sepse ka qenë kolegë bashkë me ta, ai ka dy rrugë sot. Ose ti thërresi të kërkoj të japin dorëheqjen, ose të kërkoj që të godasin pikërisht ato aktivitete që ata kanë dalë garant. S'është e lehtë, është shumë e vështirë. Të kam thënë që xhiro që është industria e të fatit është e frikshme, po shoh veprime konkrete, nuk e di deri ku do shkojnë. Uroj thash që ato, sepse janë dy aktivitete, call centrat dhe lojat e fatit, që janë aktivitetet më korruptuese edhe se trafiqet e narkotikëve. Këto dyja. Dhe e treta është qarkullimi rrugor. Është një gjë që qytetarët e shohin çdo ditë. Dhe veprimi që ka bërë ai për të mos i ndaluar më qytetarët dhe automjetet në lëvizje, për ta lënë radarin pa policë. Se radari, sado që është teknologji, kur është polici mbrapa, është policë nazmiu teknologjia, e fik vendes kur do nazmiu. Në qoftë se ti heq nazmiun, ai të fik derën radari. Kështu që shikoj nazmiu nuk është policë qarkullimi, nuk gatrohem, është inspektor zone.